Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar se nuk do të marrë pjesë në bisedimet e paqes në Turqi mes Moskës dhe Kievit ditën e sotme, pavarësisht thirrjeve të presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky që ai të marrë pjesë. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë thonë se presidenti amerikan Donald Trump nuk do të shkojë në Turqi për bisedime pasi Putin publikoi listën e pjesëmarrësve rus, të cilët janë zyrtarë të nivelit relativisht të ulët. Putin propozoi për herë të parë mbajtjen e bisedimeve direkte midis Rusisë dhe Ukrainës pa parakushte të dielën e kaluar. Në përgjigje të një kërkese nga aleatët perëndimor të Ukrainës për një pushim 30 ditor në luftë, ai tha se negociatat do të zhvilloheshin sot në Turqi. Presidenti rus deklaroi se qëllimi i tyre do të ishte të eliminojnë shkaqet rrënjësore të konfliktit dhe të ecin drejt krijimit të një paqeje afatgjatë të qëndrueshme në një perspektivë historike. Zelensky theksoi se ishte i gatshëm të merrte pjesë, por vetëm nëse edhe Putin do të ishte i pranishëm, sepse gjithçka në Rusi varet nga udhëheqësi rus. Megjithatë që në fillim kishte dyshime të mëdha në Kiev dhe në kryeqytete të tjera europiane se lideri rus do të merrte vërtet pjesë, edhe pse ideja për këto bisedime ishte e tij. Vendimi i Putinit për të mos marrë pjesë në bisedime vjen pas një përpjekje të fundit të presidentit brazilian Luiz Inácio Lula da Silva për ta bindur atë që të marrë pjesë gjatë një ndalese të papritur në Moskë. Megjithatë nuk pati takim fizik. Në vend të kësaj, Lula e kontaktoi Putin me telefon sipas një deklarate të lëshuar nga zyra e presidentit brazilian.